Rreshtit e dendurat e shiut në orët e fundit kanë krijuar problemin e territorit në bashkisë Shkodër. Situata ishte problematike në një singurizi ku janë shkaktuar probleme në tokat bujqësore. Një nga banorët e zonës flet për situatën e krijuar. Përmbytja kur fillon të smaron një namo dhe tet. E si bën kujmën për ne. Apo vetëm për rreshtit e shiut apo? Pa gjamon do, pel, gjamon do. Ka më kujor. Që shkur? Që shkur, tash 30 vjet. Ja, sot që shkur kanë fillu? Sot të ditën. Të ditën. E ko bëtam gjo? Po ka të mdu, dhe e bun, që ka ardhe dhe shpija dhe, si zëndër. Të shpija s'kar? Me në shpija? Ja, në shpija. Pa nërë baktije në kështë? Ja, nuk e ditë, që nuk ka mujtë me rara shpijë, zigja ose pas herje. Ika. Ishtë ndo të sezonin e dimrit? Pa vaj, so, zak. I ka rrugë i herë ngushti e nuk kalat ma. Jam nëzën makinat. Situata ishte problematike e tek harku i Berdicës, ku kalimi në aksin Shkodër-Velipoj ishte përvështirë për automjetet, ndërkohë përmbytjet u shkaktuan dhe në zonën e Berdicës së Madhe. Si është situata në zonë? Në zonë shumë e keqe. Uji ka përmbyt tona, sidomos në kanal, prit e kisha e deri te tëll noci i ka përmbyt tona shpija çaka. Unë kam pas një 30 blet, te tona mi ka damtu. Në terren ishte deputeti PSD në qarkun Shkodër Besnik Brahimi, ai tha se është punuar, por ka nevojë më të madhe për të pastruar kanalet. Uji ka, që shifje në rrugë ka e prezenca ujit, bajge e madhe, e që shumë përbën për të shpia, si kanë fillore, kanë i ujnë për shpia, janë përmit nga 5 shpia të në bërdismesme, në bërdisipme, në malebe, kanë i ujnë për shpia, pa, ka në heme nga e shqyre, nga bashkia, e janë e të punu, ka shku fadroma, kanalet kanë nevoj për pastrim, kanë punu dhe kanë pastru, po kanë nevoj amateur për mu pastru kanalet. Edhe në bashkinë Fusharrës u raportuan rënje gurësh dhe inertesh në rrugë rurale si dhe prezencë e ujit në aks tregore.